Jemi rikthyer drejt për së drejti, kam kënaqësinë që disa zhvillime të aktualitetit politik të diskutojnë në vazhdim me zotin Sajmir Korreshi, deputet i Partisë Demokratike, antar i Komisionit Parlamentar të Ligjeve. Zoti Korreshi, mirëmbrëma, faleminderit për këtë minuta në Klan News. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Ka lajme të cilat meritojnë të diskutohen për shkak të rëndësisë së tyre, siç do të bëjmë pak më vonë me zhvillimet politike, ka edhe të tjera që duken më pak të rëndësishme, por marrin shumë reagime publike, siç është për shembull emërimi i ish deputetes së Partisë Demokratike Zheni Gjergji si drejtoresh e Spitalit të Elbasanit. Çfarë mendimi keni për këtë lëvizje, zoti Korreshi, që duhet thënë se në fakt nuk është e vetmja që largohet nga rrallët e Partisë Demokratike për të shkuar dhe për të marrë pozicione që janë të lidhura drejt për së drejti ose të rthorazi me mazhorancën socialiste në pushtet? Spari do të them, për Zhenin është një mikesha ime, është kolegi, ish kolegi deputete. Do të them është profesionist e mirë si mjeke. Nuk kam në i, sepse nuk është një zgjedhje personale gjithë se cili që të shikoj, sepse as deputetit gjithë do fillojnë të punojnë. Nuk duhet të paragjykojmë, ka filluar një punë në zanatin e vetë. Nuk mendoj që Zheni ka kaluar të Partisë Socialiste si mund të ketohet. I kuptoj dhe mirë kuptoj patjetër dhe mesazhet ose kjo që mund të kuptoj, por Zheni është një profesionist, një mjekë që i bën mirë detyrës vet. Po, sidoqoftë, emërimet e tilla besoj që pa një farë ndikimi politik në Shqipëri nuk ndodhin, zoti Korreshi, dhe besoj ju e dini këtë. Absolutisht, mendoj shumë dhe këtë, por nuk e di vlerësime dhe nuk për një gjë që nuk e di, nuk mund edhe ta them, ndaj që duke gjykuar me zotin Sajmir Korreshi, deputet i Partisë Demokratike, jemi duke diskutuar këto minuta. Tani jemi së bashku, po zoti Korreshi. Por duke qenë se e njoh si profesioniste të fushës saj, si mjeke, mendoj që mund të ketë një vlerësime. E patjetër që ndron edhe pjesë që mund të thoni ju, por derisa të vërtetoj një pjesë tjetër, nuk mund të jap një koment se nuk zbahet dal bllof zakonisht. E qartë. Çfarë mendimi keni për situatën në parlament ku si pasojë e debateve në komisione apo edhe në sallën e kuvendit është vonuar sërish ngritja e reformës zgjedhore dhe asaj territoriale, ku sidomos për zgjedhorën të gjithë deputetët e Partisë Demokratike pas rezultatit edhe të datës 11 maj tregonin që sapo të nisë sesioni i ri parlamentar, ne do të jemi aty, do të ulemi, do të bashkëpunojmë sepse ky është një ligj i cili e ka deformuar së tepërmi votën e shqiptarëve. Po tani sërish debate, sërish do të shtyhet ngritja e këtyre komisioneve, zoti Korreshi? Mendoj që nuk kemi një parlament aktualisht, në mënyra se si kanë vepruar dhe si operon se qytet kryetar parlamenti, sepse të veshësh kostum në kryetar parlamentit, spari betohesh që do të marrësh në pansi për bën betimin në fillim, por ju keni parë që ne kemi 9 seanca dhe akoma nuk e filluar një seancë normale. Që unë etiketoj si kryetarin e parlamentit më të dobët pasur në historinë e Shqipërisë, i cili që nuk ka vesh kurrë kostumin e kryetarit, por thjesht është bërë ushtar i vendimeve të kryetarit grup parlamentar të Partisë Socialiste apo ku di unë edhe më im ndoshta më poshtë taborës PS-s. Them kjo sepse unë dëshiroj të flas për hallet e problemeve që ka këtë veprim. Janë përgatitur për shumë ligje të cilat kaluan padrejtësisht në atë mënyrë. Fatmirësisht na është dhënë edhe kemi pas mundësinë për post fakti që janë pjesë shumë komisioneve kanë pas akses dhe kanë bërë pyetje në komisione, por parlamenti me hir të vërtetës ka një lloj aksesi më tepër te qytetarët tek se sa komisionet parlamentare. Kështu që patjetër kjo për reformën zgjedhore, unë kam qenë, ju e dini, mendimin dhe vazhdoj të mendimin tim, ky kvot zgjedhor që është aktual, pavarësisht se dikush mund të thotë që ti ke qenë të listat e mbyllura, kam qenë në listat e vitet e kaluar, por unë nuk jam dakord me këtë kod, nuk kam qenë dakord me këtë, jam për një kod zgjedhor ku të prevalojë gjithë secili deputet provoj forcën e tij se sa e duan dhe respektojnë qytetarët e qytetit ku është. Kështu që mendoj që duhet të ulim interes, Partia Demokratike nuk mundet të zhbëj dhe nuk mundet të evitojnë me kryezat për gjithë atë që i ka dalë, sepse po të shikosh, po të kthesh pak historisë, ne vuajmë situata të ndryshme në të cilat nuk kemi marrë pjesë, ikën nga parlamenti, dalën nga sistemi i drejtësisë, pra gjithë u votuan komisionat vetimit me vetëm me gongë e PS-s, pa nuk u propozuan nga Partia Demokratike, qenë jashtë bashkime që ishte vrastare dhe ne i lam gjithë bashkimet e PS-s. Pra këto ka treguar kohë, ka treguar që nuk na ka dhënë të drejtë për të drejtë. Ndaj që u mendoj që ne do të jemi pjesë e komisionit, të gjitha komisionet si reformës territoriale, që është shumë e rëndësishme edhe kjo. Ne ishim në një komision për ju thatë si e kanalizoj përse këtë pjesë për parë më keq.
Edhe pjesa tjetër pastaj e Komisionit të Reformës Zgjedhore, që për mua duhet një rishikim drastik i kësaj reforme. A jeni dakord me ato çfarë ka deklaruar kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla që për reformën zgjedhore Partia Socialiste dhe për ndryshimet që duhen bërë do t'i drejtohet Komisionit të Venecia, zoti Korreshi? Shko, ti thuash komshiut se qa do të bëjmë për drejt tani gjellën se qa gatun dhe qa ha e di më mirë pyet pjesëtarët e familjes. Pra ato Jo, bëhet fjalë për një gjellë që do e gatuani të gjithë bashkë dhe më pas janë qytetarët që e hanë në kohë zgjedhjesh. pikërisht, po zakonisht këto të Venecës marrin si shumë kohë dhe kur vjen bëhet pasaj qa do pëse. Jo mani mend e që ndodhi me marrëveshjen e 5 qershësorit, edhe pse pastaj edhe sikur dikur ambasadori i Amerikës thoshte shoku Luli, nga ana tjetër ajo marrëveshje nuk u firmos, edhe pse trumbetoi e mante dorë, mbani mend se si e ngritë përpjet atë marrëveshje, kur deri në fund të marrëveshje ne hymë në zgjedhje pa Koalicione. Po. Pra rang koalicionet. Gjë që dëmtoj, se po të mendosh, po të ishte koalicionet në 2021 ju dini mirë që do të ishin 70 me 70. Pra në ndarë shumë ngusht, mund të ishte një deputet për Partia Socialiste, 32.000 vota ishin për njësi. Ndaj që këto prallat që thotë kryetari i grupit parlamentar të tjerë me rastin e çoj Komisionit Venecës, ne na duhet një kod për shqiptarët, ndoshta partitë të mëdha, ku futet dhe partitë demokratike, partitë ndoshta kanë parë që mund të maksimalizojnë më tepër vetë se sa partitë vogla. Kjo mund të është çështje debati që mund të ajë debat, për këtë bie dakord unë, por te pjesa e madhe unë jam dakord që më parë do diskutohet me gjitha këto faktorët tonë në Shqipëri më pas, nëse do të ketë një mosmarrveshje ligjore, patjetër që do të çohet për konsultim, por masi të konsultuar dhe bërë një moket me midis aktorëve të Shqipërisë. Zoti Korreshi, çfarë propozimesh keni ju për reformën territoriale? Duhet ketë një numër më të lartë bashkisht se sa që janë aktualisht, 61 bashki dhe 12 qarqe, apo mund të jetë një numër më i reduktuar siç kanë deklaruar përfaqësues të lartë edhe të pushtetit vendor të Partisë Socialiste? E para njërë, duhet të flasë në 2 mënyra. Unë kam qenë pjesë e Komisionit të Reformës Territoriale të cilit dështoj. Dështoj sepse nuk ka qenë vullneti Partisë Socialiste, duhet të thënë. E dyta, reforma territoriale u bë për ullë shpenzimet, për të ullë shpenzimet ato që kishin komunat në kohë, por kjo reforma territoriale të tregoj se pikërisht kjo nuk ndodhi, u dyfishuan punësimet nga ç'kishin për para komunat, pra ish komunat. Gjëra që më mirë që kishin ish komunat me bashkitë e sot me kanë shërbimet. Pra sot sa më shumë është centralizuar, aq më shumë janë reduktuar shërbimet për të qytetarët. Kur hallet probleme që njifte një kryetar komune të kategorizuar në problematika të ndryshme, le ndërtimi, le çatje, të cilat i jep te komuna sot nuk ka, i jep të centralizuar. Imagjino do të centralizosh, imagjino një kryetar bashkie shumë i madh, apo rang rrethe siç ka qenë kohët që të merret me gardë, ku diu të merret. Për një moment do bashkohet përsëri Lusja me Divjakën, pra për një dumesh me gardin e Divjakës, gjë që nuk shkon si logjik. Unë mendoj se centralizimi, po të shikosh gjithë organet e tjera kushtetuese që kanë centralizuar si kthimi i pronave PMA, kanë hasur më shumë probleme për të dhënë vendime sepse aq më tepër largohet, aq më shumë gabime bëhen, sepse nuk njihet situata në terren dhe problematika që mbart vendimmarrja e organeve centralizuese. Kështu që unë jam për uljen e shpenzimeve, uljen e nivelit se s'bën asnjë kokë punë vetëm patronazhim njësitë administrative sot, vetëm identifikim dhe patronazhim census për Partinë Socialiste dhe asgjë tepër se nuk ofron asnjë shërbim, deri diku jep një certifikata sot ato certifikata nuk i lëshojnë më personale, kështu që ndaj jam për rikthim, zgjerim jo në atë farfesë, që 72 komune të tjera.